20 vjetë të banën që merru me dreza. Statistikat që më japin për drez, 50% shkon investim, punëtor, 50% lën prodhimi fitim. Nëse vjetë u shku 2 euro ky paketimi, si vjetë do të më shku 2 euro qys. Edhe dreza zakonisht do të mungën në flest. Ju nëpër frigo që sillet apo me ditë na edhe me jo. Tjetër rrugë na nuk kena. Na domthonë varëm vetëm për bujqësinë. Bujqësimi kemi primore, gjithçka që kam domthonë pituka. Pe një dhjetori fermeri mund me fitu normal pe 2.000-3.000 euro deri 15.000 euro mund me fitu pe dhjetorit drejt. Unë kom hejde i kom bo këtu sera që pishe. Po dej që tash i kom shtiti kun 60.000 euro në vetëm sera në mjetë mekanizmë bujqësor. Përshëndetje miqtë me djumi shqiptar që krejt nga ona Deja. Sot kom martu në fshatin Llaush, komuna e Skënderajit, ku do të bisedoj me Smajl Balaj, i cili merret me kultivimin e drezave, edhe na kena me i provu drezat normal. Këtu përballë me kom Smajlin, cili pas ka përgatit dreza për mua, po Smajl? Po. A i lëmë, qysh je? Mirë, faleminderit. Qysh po kalan? Mirë. A jenë për mu që të? Këtu janë për juve. Na tregoj pak çka i bën veçanta këto drezat e tuja. Mashallah kë kanë përgjithësisht. Si vjetë kemi shku me gjithçka organike në sera, so që domethënë krahasim me vite tjera që kemi përdur në sasi të vogla kristalore edhe pesticide, normal me karencë qysh i jep këshilla domethënë agronomt, si vjetë kanë plehnat organike që përdoren në bujqësinë organike. Që ata edhe këtu janë këtë vit më të veçanta. Sa kohë ju merr mu përgatit, a keni harxime, a duhet punë për me i majt këto? Pej që merrna domethënë diku 15 vjetë gati 20 vjetë të banën që merru me dreza, statistikat që më japin për drez, 50% shkon investim, punëtor, edhe harxime domethënë çka ka dreza, 50% lën prodhimi fitim. Fitim, dhe me thonë e ki pelen baras, 50 harxime, 50 fitime. Dreza e ka qështu. Dreza e ka qështu. Po. A ja vlen për ty? Me pas 50 fitim? Normal që ja vlen. Si vjetë të këshyrëm, si vjetë do të më konë çmimi më i shtret për shkak që organike ka kosta, edhe të lënë normal prodhim më pak se sa që tjera vjetëve që kemi përdorur këto tjera, kështu që si vjetë do të nëse vjetë u shku 2 euro ky paketimi, si vjetë do të më shku 2 euro gjys. 2 euro gjys, 50 cent më shtret. Unë e marr pa parë. Ju për shkak, Ju për shkak që u rrit rryma as që oli rrunofti, mirë po për shkak që organiket kanë kosta. Kanë kosta. Unë me sa vrejta po dallojshin prej atyne që i marrin market, për shembull, në shitore apo në tregje ndryshme. Çfarë është ai dallimi? Pse ato dallojnë me Jo, edhe me kristalore, edhe me qysh dush me përdor në Kosovë, dallojmë me të importit. Për shkak që keni polla në përlojme dhe në për mediat që kanë pos pesticide të ndryshme, këtu tonat janë gjithçka, s'mundesh me thot bio, po gjithçka në sozat lejushme që mundet një konsumator me konsumu pa problem. Kush e dalë ndim? Për vilje? Po. Për vjelje veç me familje vjelëm, po. Kurse të punë tjera, qysh janë nisëm të pej vjeshte që pyte, pej vjeshte që janë nisëm më pregadit për tokë, për fidonet, të mbjellja, e deri të mirëmbojta deri në këtë kohë. Normal jam vetëm me babën, her pas herën ai punëtor sezonal. A më do të më u helmu personi në dreza? Në po flas për dreza tua, përgjithësi, nëse po pse ndodh më u helmu? Ku është problemi? Pse helmu? Unë për veti s'kam dëgju kurrë që se ke mundur të më direkt pe orën, kur se helmuhum na që jemi çdo ditë në to, nuk ma mërmena që dikush mund të më helmu. Nuk është sikur mishë ose produktet e qumshtit, që me njëherë adin e bon organizmit të pëm të perimet. Edhe nëse mundur më konë diçka me pesticide ose diçka. A mendon që është çmimi arsyeshëm? Për dreza në Kosovë nuk është shtrejt në krahasim me cilësinë që e ka. Pra, sa do që mundet më kushtu një drezë në Kosovë, ja vlen me ble konsumatorë për shkak që e din çka hanë. Edhe dreza zakonisht do të mungën në flest. Ju nëpër frigo që sillet apo me ditë na edhe me jo. Pse çka ndodh nëse e lanë vetë? Po ju po bëhet bajat. Kjo është e freskët, kjo do të më konë e freskët. Sa e ke pa hajrin ti personalisht kësaj pune? Unë për veti tjetër rrugë na nuk kena. Na domthonë varëm vetëm për bujqësinë. Bujqësimi kemi primore, gjithçka që kam domthonë pituka. Domthonë pe bujqësia që merrem me to. Cili është
ai fitimi më i lartë që e ke nxjerr për kësaj pune? Po dallon viti për viti. Për shembull këtë vit nuk është viti i drezës, u kon vitin e kaluar. U kon domosdoshmë sa që ke marrë për ne sipërfaqe, nashta 2 fishin deri në 3 fishin e normales që u kon e parapona për drezë. Kurse këtë vit ka më pak, për shkak që kanë edhe ngricat s'ke domthon koha adekuate për drezë, mirë po edhe ka lulu herët, tani pastaj pat shiavina edhe nuk pat polinizim nga ona e bletës. Pej 1 dhjetori fermeri mund me fitu normal pej 2.000-3.000 euro deri 15.000 euro mund me fitu pej dhjetori drezë. Deri 15.000 euro? Deri 15.000 euro nëse i merr domthon gjitha shkaqet që duhet mi morë një fermer. E çka të vjen gurbeti me shku kur i fiton edhe 15.000 euro këto? Hajt, po nëse më kish vy gurbeti se kështë po intervistën me mu këtë, po e kështë po nashta përmes... Po e tash të lidh me këtë, pse shumë tri nuk e bëjnë këtë punë, qoftë fermer, qoftë me kultivu. Mungon investimi mungon. Po të mundësi me investu në Kosovë, shumë ma letë fiton në Kosovë, se sa në vene tjera, po ma mërmeni mu. Mirë po mungon investimi, unë kom hejde i kom po këtu sera që pishe. Sa ke pas investim fillim? Po dej që tash i kom shtiti kun 60.000 euro në vetëm sera në mjetë mekanizmë vujtësor. 60.000 euro? 60.000 euro. A ke sakrifikua, ke lënë diçka keq për me... Çdo vit. Çdo vit ke lënë keq? Deri këtë vit, shpresoj tash mas nuk lën keq, mirë po deri këtë vit kanë lën keq. Sa janë kështu gjithsej qysh? Unë i kam 50 ori serat mëdha edhe i kam rreth 15 në tunele. Tunele janë atu vetëm që i mluhet vetëm sezonale. E kryen drezën për shembull edhe që pluhet ajo pjesë. Unë të falenderoj shumë që të komentomi neve. Faleminderit edhe për juve. Tash mas mundemi kërku. Tash mundemi kërku, a? Hajde po vazhdojnë për ato jetë edhe të jongër ka pak. Okej. Që 20 vjetë u banën që më jeru me dreza, statistikat që më japin për drezë, 50% shkon investim, punëtor, 50% lën prodhimi fitim. Nëse vjetë u shku 2 euro këtë paketimi, si vjetë du të më shku 2 euro qysë. Edhe dreza zakonisht du të më ngë në fresë, ju në për frigo që sillet të vidim me ditë nashtë edhe me jo. Tjetër rrugë na nuk kena. Na dhe më në varëm vetëm për bujësit. Bujësime kemë primore, gjithë shka që ka e kam dhe më pejtuka. Pej 1 dhjetori fermeri mund me fitu normal pej 2.000-3.000 euro deri 15.000 euro mund me fitu pej dhjetori drejtë. Unë kom hejde i kom po këtu sera që pishe. Po dej që tash i kom shtiti kun 60.000 euro në vetëm sera në mjetë mekanizmë vujtësor. Përshëndetje miq të mi të mediumi shqiptar që krejt nga ona Dea. Sot kom martu në fshatin Llaush, komuna e Skënderajit, ku do të bisedoj me Smajl Balaj, i cili merret me kultivimin e drezave, edhe na kena me i provu drezat normal. Këtu përballë me kom Smajlin, cili pas ka përgatitur dreza për mua, po Smajl. Po. Ai jam, çish je? Mirë, faleminderit. Çish po galan? Mirë. A jam për mua çto? Këto janë për juve. Na